Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon zgjedhjet parakoshme. Ziadin Sela nga Alianca për Shqiptarët deklaroi se një qeverisje e tillë duhet të bie sa më shpejt. Sipas Selës, qeverisja aktuale është e dëmshme dhe si e tillë nuk mund të vazhdojë më tutje. Sela tha se do të shihet nëse do të rivendoset balanci në kampin politik maqedonas dhe se zgjedhjet e parakoshme do të prodhojnë politikanë shqiptar të vendosur që dinë të përballen me një vëmërot të fortë. Unë jam në opozita është ajo që çdo herë kërkon zgjedhjet parakoshme, aq më tepër kur konstatoj se kjo qeverisje është e dëmshme dhe mundohet të zhbëj karrierat tona, apelon Ziadin Sela. Gjykata kushtetuese e Kosovës pezullon dekretin për shpërndarjen e parlamentit. Pas shqyrtimit kërkesës së qeverisë u vendos dhe mase përkohshme ndaj dekretit të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, kur t'i kërkoi të vlerësohet kushtetueshmëria e dekretit të presidentes për shpërndarjen e kuvendit si dhe vendosjen e masës përkohshme. Vendimi është marrë deri në shqyrtimin e plotë të çështjes. Në vendimin e gjykatës reagoi dhe qeveria e Kosovës. Sipas komunikatës, ky vendim krijon hapësirën që çështja trajtohet në mënyrë të plotë nga gjykata kushtetuese. Më herët, kryetaria e Kuvendit e Kosovës e kishte komentuar dekretin e presidentes Vjosa Osmani si antikushtetues. Përfundon studimi i fizibilitetit për kurudhën e kombit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se kurudha Durrës-Prishtinë do të jetë gjatë 105 kilometra, ndërsa në takimin e fundit me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti është diskutuar për të gjetur dhe 2 mënyra të reja për financimin e këtij projekti. Ka përfunduar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës studimi i fizibilitetit dhe projekti paraprak për hekurudhën e kombit Durrës-Prishtinë. Me gjatësi 105 kilometra, 14 tunele dhe 43 ura. Në takimin e fundit me kryeministrin Kurti, kemi folur edhe për 2 pista financimit huaj, të cilat do t'i eksplorojmë bashkërisht. Deklaroi Edi Rama. Bota. Irani nuk sheh më hapësirë për zgjidhje diplomatike me Shtetet e Bashkuara, përgatitet për një konflikt të zgjatur. Apeli vjen nga Kamal Karazi, këshilltar për politikën jashtëm i liderit suprem iranian gjatë një interviste për CNN. Nuk shoh më hapësirë për diplomaci, deklaroi Karazi, duke akuzuar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump se ka mashtruar bashkëbiseduesit e tij dhe nuk ka mbajtur premtimet gjatë negociatave të mëparshme. Lideri iranian shtoi se forcat armatosura të vendit janë të gatshme të përballojnë konfliktin për një kohë të gjatë dhe parashikoi se lufta do të përfundojë vetëm kur presioni ekonomik global, veçanërisht mbi energjinë dhe inflacionin, t'i detyrojë vendet e tjera të ndërhyjnë për të ndalur agresionin e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Marco Rubio akuzoi Iranin se po e merr peng botën përmes sulmeve akmarrëse dhe këmbguljes së Shtetet të Bashkuara ishin në rrugën e dur me objektivat e tyre të luftës, mendoj se të gjithë po e shohin tani kërcënimin që ky regjim klerik paraqet për rajonin dhe për mbar botën. Ata po përpiqen ta mbajnë peng botën, tha Rubio në një aktivitet në departamentin e shtetit. Irani ka vazhduar të nisë sulmet ndaj Izraelit dhe vendeve anë mbanxhirit, të cilat strojnë baza ushtarake amerikane. Turqia vendos sistemet e mbrojtjes Patriot në bazën e NATO-s në Malatya. Njoftimi u bë ditur nga Ministria e Mbrojtjes pasi një raketë iraniane u kap nga sistemet e mbrojtjes ajrore të NATO-s më parë. Ky është incidenti i dytë i këtij lloji pas një rakete të parë të kapur më 4 mars gjithashtu në jug të Turqisë. Ankaraja nuk ka marrë pjesë në konflikt dhe nuk ka dhënë leje për përdorimin e hapësirës së saj ajrore. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.